Tani, le të zhytemi menjëherë në diçka vërtet magjepse. Në këtë analizë do të zbulojmë se si, fjalë për fjalë, matematika komplekse shndërrohet në para digjitale. E di, tingëllon si diçka e dalë direkt nga një film fantastiko-shkencor, por në fakt është motori një industrie miliarda dollarëshe. Koncepti i kriptomonedhave shpesh duket si një gjuhë e huaj, sidomos për çdo që po het hapat e parë në botën e teknologjisë. Ndaj qëllimi ynë sot është ta zhveshim këtë kompleksitet. Le të përdorim disa krajësime të thjeshta e të përditshme për të kuptuar saktësisht se si funksionon kjo punishtere digjitale. Dhe pyetja e parë që lind natyrshëm është si e gërmojnë apo e minojnë kompjuterat këtë para digjitale. Për ta vizualizuar, mendojeni si një lloj ethesh të arit, por të rësisht digjitale. Në këtë botë nuk kemi banka tradicionale me kasaforta të hekurta. Në vend të tyre kemi libra gjigant llogarish që janë të hapur për publikun. Dhe në vend atyre bankierëve me kostume klasike, kemi auditues të pavarur digital. Këta auditues janë në një garë të vazhdueshme me njëri tjetrin, se kush do të arrijë të vullosi pari faqen e radhës në këtë libër global llogarish. Pra, le të shohim pikërisht këtë libër llogarish, dhe të kuptojmë se çfarë është në thelb ky proces që e quajmë minim. Në thelb, minimi i kriptomonedhave është thjesht procesi ku kompjuter jashtëzakonisht të fuqishëm marrin në rollin e këtyre audituesve. Këta kompjuter janë si llogaritar të palodhur. Ata nuk përdorin kazma për të gërmuar në tokë, përkundrazi, përdorin fuqinë llogarituese për të hapur një lloj dryni të komplikuar matematikor. Qëllimi i tyre i vetëm të vërtetojnë se kush i dërgoi para kujt, duke u siguruar që çdo transakcion të jetë i saktë, i sigurt dhe mbi të gjitha i pakthyeshëm. E po, pasi bëjnë këtë punë të lodhshme dhe sigurojnë që askush nuk po e mashtron sistemin, vetë rrjeti shpërblen ata. Si? Duke krijuar monedha krejtësisht të reja nga hiçi. Mekanizmi është mjaft i qartë dhe ndahet në 3 hapa kryesor. Së pari, kur një nga këta kompjutera gjen çelësinë e atij dryni matematikor, një blok me transaksione verifikohet me sukses. Hapi i dytë, ky blok bashkohet me zinxhirin ekzistues, ato që e njohim si blockchain, është fiks si ti shtosh një faqe të re të vullosur përgjithmonë atij libri të madh që përmendëm. Dhe hapi i tretë, padyshim më i preferuari për pjesëmarrësit, kompjuteri fitues shpërblehet. Fiton një monedhë të re, plot shkëlqim digjital, si çmim për llogaritjet e vështira të kryera. Por, sigurisht, një proces kaq kompleks kërkon makinari vërtet të rënda. Le të flasim pak se si funksionon ai mekanizëm që njihet si proof of work. Ky sistem thelbësor, i cili u bë i famshëm fal Bitcoinit, quhet proof of work ose prova e punës. Dhe të themi të drejtën, emri e përshkruan në mënyrë perfekte. Është prova që këto makineri kanë derdhur djersë digjitale dhe energji reale për të thyer ato dryna që përmendëm. Kjo kërkon një fuqi masive kompjuterike dhe aftësinë për të kryer miliona llogaritje në sekond. Ndërkohë, e gjithë kjo përkthehet në një konsum të jashtëzakonshëm të energjisë elektrike. Për të dhënë një ide, disa nga këto rrjete konsumojnë më shumë energji se sa shtete të tëra. Kjo vështirësi ekstreme fizike është pikërisht mburoja që mban hakerat larg dhe bën rrjetin kaq të sigurt. Kur vjen puna tek makineritë, kemi 2 kategori kryesore për të krahasuar. Kemi pajisjet GPU, që në thelb përdorin karta grafike si ato të kompjuterëve për lojra. Këto mund t'i mendojmë si thika zvicerane, mjete tepër të shumanshme, mund t'i përdorësh për një sër gjërash të ndryshme. Nga ana tjetër, kemi makineri të ASIC. Tani, këto janë përbindesha të vërtet industrial, nuk kanë as ekran, as tastier, janë fjalë për fjalë si turjela të rënda të krijuar për të bërë vetëm një gjë në jetë, të shpojnë një lloj shkëmbi specifik matematikor me një shpejtësi të frikshme, posaçërisht për Bitcoin. Dikur ekzistonte edhe minimi me CPU, që do të thënë të përdorje thjesht trurin bazë të një kompjuteri normal. Ishte periudha kur mund të nxirrje ar nga lumi duke përdorur vetëm një sit dore. Por të jemi realist, ajo epok ka perënduar. Përballë atyre makinerive të rënda industriale që sapo përmendëm, përdorimi i kompjuterit të shtëpisë sot nuk është më një metodë fitimpruese për shumicën ndërmuese të kriptomonedhave. Kështu që për të marrë pjesë në këtë gërmim modern, rregullat e lojës kanë ndryshuar. Le të hedhim një sy tek kërkesat e reja dhe asaj që njihet si pishinat e minimit. Të ngresh një kamp minimi sot, qoftë edhe një bazik, kërkon t'i biesh lapsit me shumë kujdes. Çfarë na duhet fiks? Së pari, ato pajisjet kompjuterike specifike si turjelat që tham. Më pas, na duhet një lidhje interneti që të jetë absolutisht e pandërprer. Sigurisht, kërkohet programi përkatës që i lidh pajisjet me rrjetin,
dhe një portofol digital super i sigurt për të mbajtur arin e fituar. Por mbi të gjitha, dhe kjo është vërtet thelbësore, na duhet një burim masiv dhe i qëndrueshëm i energjisë elektrike. S'ka drita, i gjithë operacioni bie në tokë brenda sekondit. Dhe me që gërmimi vetëm sot është praktikisht si të kërkosh një gjilpër në kasht, entuziastët gjetën një zgjidhje geniale, Mining Pools ose pishinat e minimit. Është një koncept i thjeshtë, por i jashtëzakonshëm bashkëpunimi. Pjesëmarrës të ndryshëm bëjnë bashkë të gjithë fuqinë e tyre kompjuterike për të thyer atë shkëmbim matematikor. Nëse gjejnë monedhën e synuar, ata e ndajnë fitimin në mënyrë të barabartë, bazuar në sasinë e punës që secili prej tyre kontribuoi. Është puna e vërtet në ekip, e përshtatur perfekt për epokën digjitale. Natyrisht, mineralet digjitale ndryshojnë shumë nga njëra tjetra. Bitcoini është pa diskutim mbreti, më i famshmi dhe patjetër më i vështiri për t'u gërmuar. Pastaj kemi Litecoinin, që njihet si një nga pionierët e vjetër të kësaj fushë, apo rrjete si Monero, që kanë theksuar fort mbrojtjen e privatësisë dhe, mjaft interesante, ende lejojnë përdorimin e pajisjeve pak më normale për minimin e saj. Çdo monedhë ka rregullat e veta dhe kjo dikton llojin e mjeteve që duhen përdorur. Tani, kalojmë tek një pjesë që absolutisht nuk mund të anashkalojmë. Kur vëmë në peshore këto shpërblime digjitale, si krahasohen ato me kostot dhe rreziqet e vërteta fizike? Nga njëra anë, përfitimet mund të jenë mjaft joshse. Mundësia për të fituar shpërblime me vlerë reale financiare është padyshim magneti kryesor, por ka edhe një anë shumë të rëndësishme funksionale. Janë pikërisht këto makineri që e mbajnë rrjetin gjallë dhe të sigurt. Ato garantojnë që sistemi mbetet i decentralizuar, duke mos i dhënë pushtet asnjë banke apo qeverie të vetme për të kontrolluar llogaritë. Dhe, sigurisht, për të apasionuarit pas teknologjisë, është një mënyrë fantastike për të rrokullisur mëngët dhe për të kuptuar në detaje se si funksionojnë rrjetet e reja të internetit. Megjithatë, mbajuni fort, sepse këtu fillojnë dhimbjet e kokës. Pengesa numër 1, pa asnjë diskutim, është konsumi i madh i energjisë. Imagjinoni pak një makineri super të fuqishme që mbahet e ndezur me javë, muaj e vite të tëra, pa u fikur asnjë sekond të vetme. Faktura e dritave ngjitet në nivele stratosferike. Kjo kosto masive e operimit shpesh arrin të gëlltisë pothuajse të gjithë vlerën e atyre monedhave të reja që sapo u fituan me kaq mund. Dhe shtoheni asaj fature, dritash dhe rreziqet e tjera. Vetë pajisjet kushtojnë jashtëzakonisht shumë dhe konkurenca është brutale, ndërkohë që çmimet e monedhave mund të luhaten frikshëm brenda ditës, por gjëja më surprizuese, ajo për të cilën mbase flitet më pak, është ndikimi fizik. Këta kompjutora lëshojnë një nxehtësi aq intensive saqë ka nevojë për ftohje agresive industriale. Ka njerëz që fjalë për fjalë i përdorin për të ngrohur shtëpitë e tyre në dimër, plus zhurma. Një dhomë minimi është shurdhuese, fiksi të qëndrosh brenda një dhome me një motor avioni të ndezur. Për shkak të këtyre sfidave tejet fizike, e gjithë kjo industri nuk po qëndron në vend. Le të shohim se si po evoluon kjo minier digjitale, veçanërisht drejt energjisë së gjelbër. E ardhmja premton disa inovacione drastike. Më i rëndësishmi ndër ta është kalimi drejt sistemeve si Proof of Stake. Ky model ndryshon totalisht rregullat. Në vend që kompjuteret të konsumojnë sasi të pafund me rrymë për të vërtetuar transaksionet, pjesëmarrësit thjesht ngrinë monedat e tyre ekzistuese si një lloj depozite sigurie për të bërë auditimin. Është një metodë tejet elegante që mund të ulë konsumin e energjisë drastikisht, shpesh me mbi 99%. Kjo i lë ato makineritë e zhurmshme dhe përvoluese si një kujtim të së shkuarës për disa nga këto rrjete të reja. Po ashtu, po shohim një shtytje gjigante drejt integrimit me panele diellore dhe energji të rinovueshme. Dhe në fund të këtij rrugtimi, teksa këto rrjete digjitale bëhen gjithnjë e më komplekse, mbetemi përpara një pyetje thelbësore. A arrin vërtet ky art digital, sado shkëlqyes dhe revolucionar të jetë për të ardhmen e financave, ta justifikojë një kosto kaq të lartë dhe të prekshme për planetin ton? Teknologjia padyshim po ndryshon gjithçka, me një shpejtësi marramense, por thellë mbetet ende për tu parë nëse ky ekuilibër kaq delikat mes inovacionit digital dhe burimeve tona fizike mund të mbahet gjallë për një kohë të gjatë.